Përse më quajnë arbreshët gjuhëtari i popullit? Sepse kam gjetur pikërisht fjalët me sape, që kuptim kanë, por në kontekst ama. Dhe në kontekst kanë një kuptim të jashtëzakonshëm. Një nga këto fjalë është fjala diva damatira. Është perëndia Demeter. Diva është në latinisht fjala zonjë, diva. Është gruaja e Zeusit. E pa imagjinueshme. Teksti i plot është kështu: Agolzon Vinana diva damatira. Me siguri dim vetëm fjalën diva, sepse është zonjë, është vendosur pranë fjalës Demeter, që është perëndi, zonjë. Dhe në gjuhën mesape, në mesenja, është damatura ose damatyra. Vetëm në gjuhën shqipe ekziston raporti dy dhe gjuhë arvanitase di. Pra, ky ndryshim fonetik ka ndodhur vetëm në gjuhën shqipe, të dashur shqiptar. Dhe damatyra është bërë damatira. Dhe kështu e shqiptojnë dhe arbreshët sot, damatira, perëndin Demeter, për Zotin. Pra arbreshët, një pjesë e mirë e tyre, janë banor origjinal të Italisë, me sapët e lashtë. Ndryshimi fonetik 2-di, damatyra, damatira, ekziston vetëm në gjuhën arbreshe, dhe kjo shqiptohet me dhe në greqishtën e sotme. Sot është origjina e fjalës dhe, perëndia e dheut, Demeter, perëndia e tokës. Pra ky ndryshim ka ndodhur në gjuhën shqipe dhe në gjuhën greke, pra nëpërmjet gjuhës arvanitase, dhe meter, fjalë për fjalë, në tokë, në dhe. Mirë po, kjo ka qenë shqiptuar me d, dhe këtë dim nga gjuha mesape. Jo me dhe. Dheu ka qenë deu, perëndia e tokës. Është çmenduri. Është përtej imagjinatës njerëzore. Diva është shkruar më herët në gjuhën mesape, deiva, dhe shqiptohet diva. Tani, çfarë ka ndodhur? Grekët thonë që në gjuhën helene, diftongu e i shqiptohet i mbas shekullit të 10 në mesjet. Gjuha mesape tregon që ky ndryshim fonetik ka ndodhur në shekullin e 6 para erës sonë. Këta në bishkrimit mesape. Pra, gjuha mesape është gjuhë dembele, një lloj si gjuha shqipe. I shkurtojnë fjalët mesapët. Deiva, mesapët e shkurtojnë në diva. Kjo bëhet origjina e fjalës diva në latinisht. Pra, ky ndryshim fonetik nga deiva në diva ka ndodhur në mesapisht dhe ka kaluar në gjuhën latine. Pra, fisi albanoj, fisi lir, ka ngritur Romën e lashtë. Është e sigurt. U gëzuat apo jo? Fjala perëndi, që ne kemi marrë nga latinishtja, duhet zëvendësuar urgjentisht me fjalën diva. Është në gjuhën mesape, shekulli 6 para erës sonë. Ka qenë deiva. Po çka ndodhur? Këto ndryshime fonetike që ju duken grekëve që kanë ndodhur në mesjet, sepse ata s'kan dokumenta për greqishten. Këto ndryshime fonetike të gjuhës mesape. Diftongu e i shqiptohet i nga mesapët. Kjo kalon në greqisht shumë vonë, shekulli 10 i mesjetës, sipas grekërve. Mesapët këtë kanë bërë nga që janë dembel në shekullin 6 para erës sonë. Përfundimisht, deiva është origjinali dhe bëhet diva. Kështu mbetet edhe në latinisht, nga gjuha mesape. A nuk e meritoj titullin gjuhëtar i popullit që më kanë dhënë arbreshët? Pranoheni. Filmat e fundit janë me titra në gjuhën mesape, që është shkruar me shkronja helene, që është në fakt dialekti mesap, një nga dialekti mesape, dhe alfabeti pra është përqafuar nga mesapët për herë të parë, dhe këto ndryshime fonetike që mendohet që kanë ndodhur në greqisht, në mesjet,
Ka ndodhur në mesapisht nga që mesapët janë dembel si shqiptarët i shkurtojnë fjalet deiva e shkurtojnë në diva. Diva, Demetra, Damatira. I faleminderit për vëmendjen dhe tash ti mund ta përdorni pa frikë fjala diva sepse është fjalë ilire, mesape, arbëreshe. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.